Në një servis makinash në lagjen 10 të qytetit të Korçës ka ndodhur një konflikt fizik, ku 4 persona janë përfshirë në një sherr. Dhuna ka degraduar deri në përdorimin e mjeteve të mprehta, përfshirë gërshërët. Si pasojë, i plagosur ka mbetur pronari i servisit për shërbim tapicerie, Renaldo Gjigjo. Burime nga spitali i bëjnë me dije se të plagosur janë gjithsej 4 persona, përfshirë Gjigjon. 3 personat e tjerë, Ergjys Themelko, Erion Demolli, Lidi Meno, kanë pësuar dëmtime të ndryshme. Njëri në shpatull dhe krah, tjetri me plag në fytyrë dhe një tjetër me dëmtime më të lehta. Shkaku i mundshëm i incidentit lidhet me pakënaqësi të klientëve ndaj punës së kryer nga Gjigjo. 3 personat që u konfliktuan me pronarin e servisit kishin shkuar në servis duke pretenduar se nuk u ka pëlqyer rezultati i punës dhe për këtë arsye kanë nisur grindjen. Nga ana tjetër, mësohet se ata nuk kishin kryer as pagesën për shërbimin, gjë që ka agravuar situatën dhe ka çuar në përdorimin e mjeteve të mprehta. Në ambientet e komisariatit ndodhet i shoqëruar një shtetas për veprime të mëtejshme procedurale.